Pikërisht për vendimin e gjykatës themelore për të arzuar padin ndaj zërrejës kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike, flasim në vazhdim bashkë me avokatin Ardian Bajraktari. Zotëri Bajraktari, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit dhe juve, përshëndetje edhe për shikuesit e televizionit. Duat ndalem tek vendimi i gjykatës themelore për të arzuar kështu padin të cilën e keni bërë pak kohë më parë ndaj zërrejës kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike. A ka qenë e pritshme? Fillimisht Melianit të sqaroj sepse i kam pa në disa media, është një e keq kuptim, nuk kemi të bëjmë me rrëzim të padisë, mirë po kemi të bëjmë me refuzim të kërkesës për masë të sigurisë. Çfarë nuk kupton kjo? Me rastin e dorëzimit të padisë me datën 2 maj, ne së bashku me padi kemi dorëzuar edhe një propozim përmes të cilës i kemi kërkuar gjykatës që ta aprovojë propozimin tonë që të shtyhet ekzekutimi i vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë derisa gjykata të vendosë në lidhje me padin përmes të cilit kemi kërkuar anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë. Dhe unë dje kam pranuar vendimin për sa i përket çështjes së kërkesës për siguri përkatësisht masës së sigurisë, sipas të cilit gjykata nuk ka arritur mjaftueshëm me u bindë që në rastin e dorëzimit të kërkesës plotësohen dy kushte themelore sipas ligjit, përmes të cilave një vendim i tillë ju shkakton palëve dëm vështirë të riparueshëm dhe si i tillë nuk është kundër interesit publik. Ne atë vendimin e gjykatës e kemi pranuar dje, ndërsa sot pas dite e kemi dorëzuar ankesën, përmes të cilës pretendojmë që këto qëndrime, këto konstatime të gjykatës themelore të Prishtinës, Departamentit për çështje administrative, janë të paqëndrueshme për faktin se dëmet nga ana e këtij vendimi tashmë vetëm kanë filluar së vërejturin nga ana e qytetarëve të vendit, për faktin se kemi shtrejtim në formë zinxhirore të artikujve të domosdoshëm elementar jetësor, sipas të cilave tashmë vetëm dje kemi konfirmim përmes indeksit të publikuar nga ana e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, e cila thekson që kemi rritje prej 3% të gjithë çmimeve, me theks veçantë disa prej artikujve të domosdoshëm elementar. Pra, edhe një herë vlen theksohet që nuk është rrëzuar padia, është rrëzuar vetëm kërkesa për sigurimin e padisë, dhe ndaj këtij vendimi ne kemi parashtruar sot ankesë dhe jemi optimistë dhe të bindur se gjykatën themelore, me që nuk kemi arritur ta bindim, atë do ta bëjmë në gjykatën e apelit dhe jemi optimistë se brenda afateve ligjore gjykata e apelit do të korrigjojë keqësinë. Kur në fakt planifikoni që t'i drejtoheni edhe gjykatës së apelit? Ne tashmë kemi bërë sot atë pasdite kam dorëzuar ankesën në gjykatën themelore të Prishtinës për gjykatën e apelit, përmes të cilave vlerësojmë që qëndrimet përkatësisht konstatimet e gjykatës themelore të Prishtinës, Departamentit për çështje administrative, nuk qëndrojnë, janë të pabazuara, për më tepër kemi ofruar edhe prova dhe argumente shtesë, sipas të cilave, siç e thash, tashmë shtrejtimi i produkteve të domosdoshme elementare jetësore vetëm ka filluar të ndodhë, prandaj kemi dëme vështirë të riparueshme dhe të cilat shkaktohen në formë zinxhirore, për më tepër kemi analizuar edhe bursën ndërkombëtare të çmimit të energjisë, e cila nuk ka indikacione së paku deri në këtë fazë që ka rritje, prandaj vlerësoj që një aprovim i tillë nuk është kundër interesit publik, mirë po shkon në funksion të interesit publik. Për më tepër, siç e kemi bërë të qartë edhe me rastin e dorëzimit të padisë, aprovimi i masë të tillë shkon edhe është në pajtim edhe me praktikën e gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit, për faktin se në sistemet siç është Kosova, kur proceset gjyqësore zgjatin, ajo gjykata evropiane praktika e saj e determinon nevojën dhe domosdoshmërinë e aprovimit të masave të tilla, për faktin se në disa rrethana i barazvlefshëm i vën edhe me padit. Prandaj ne jemi optimistë dhe të bindur që brenda afatit ligjor për 7 ditë, siç e ka obligim gjykata e apelit, do të vendosë përkitazi me pretendimet tona të cilat i kemi dorëzuar sot. Në anën tjetër, zotri Bajraktari, si e vlerësoni edhe pjesën që vendimi për të rritur çmimin e energjisë elektrike ishte marrë në kohën kur Kosova nuk ishte pasur institucione të formuara? Para se gjithë të në radhë parë, ne kemi thënë edhe në padi përmes të cilit e kemi drejtuar gjykatës ku kërkojmë anulimin e këtij procesi, në bindjen tonë vlerësojmë që është marrë në shpërputhje me detyrimet ligjore që kanë autoritetet, këtë rast që është autoriteti zyra rregullatorit të energjisë, për faktin se përveç se është marrë në shpërputhje me dispozitat ligjore siç është detyrimi për konsultime,
e këtë natyrisht që e ka determinu edhe gjykata kushtetuese me gjykimin e fundit përkatësisht njoftimin për sa i përket ligjit për Komisionin e Pavarur për Media, për më tepër vlerësojmë që nuk ka marrë për bazë rrethonat e aspektit ekonomik dhe social, siç janë të detyrueshme sipas neli 70 të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative të merren në konsiderat nga ana e autoriteteve të tilla. Për më tepër, një vendim i tillë imagjinojeni situatën vetëm 2 ditë para se njëjtit të fillohet së zbatari është publikuar. Kjo e dëshmon jashtëzakonisht qartë mungesën e theksuar të transparencës. Natyrisht, edhe angazhimi i qeverisë në drejtim të përmbushjes së detyrimeve që ka në raport me qytetarët në bindjen tonë ka qenë dhe vazhdon me qenë i pakuptueshëm për faktin se kemi parë edhe postime të ditëve të fundit sipas të cilave nuk është që kanë shprehur gatishmërinë për me dalë kësaj situate në mënyrë që dëmet vërtet për qytetarët jenë sa më të vogla. Prandaj vlerësoj që gjitha këto e dëmtojnë në masë të konsiderueshme interesin publik, e dëmtojnë jetën dhe rëndojnë jetën e qytetarëve të vendit, dhe në këtë drejtim ne kemi kërkuar në paditë që ky proces të anuluohet të kthehet në pikën 0, zyra rregullatorit të energjisë si autoritet përgjithës për të caktuar tarifa, të hap një proces të mirëfillt konsultimi gjatë kësaj periudhe. Me rastin e përgatitjes së padisë dhe me elementeve të tjera, unë kam pas rastin të konsultuar me ekspertë të fushës dhe ata më kanë shpjeguar në mënyrë të detajzuar se procesi është shoqëruar me mangësi të shumta, prandaj kthimi i tij në pikën 0, hapja e një procesi të mirë konsultimi do të determinonte nevojën dhe domosdoshmërinë që ky proces të jetë mbi të gjitha transparent dhe qytetarët të jenë ata që psojnë më pak në raport me një gjë të tillë. E qartë, zotri Bajraktarit falenderoj shumë për kohën dhe për inkuadrimin tuaj të drejt për drejt në emisionin ditari.